Një kryeministër, një katastrofë kombëtare, si Edi Rama e shkatërroi Shqipërinë. Nga një vend me potencial të jashtëzakonshëm natyror, kulturor dhe njerëzor, Shqipëria është shndërruar në një shembull tragjik të asaj që ndodh kur pushteti i dorëzohet një njeriu me ambicie personale, vizion autoritar dhe përbuzje për institucionet. Emri i këtij njeriu është Edi Rama, një artist i dështuar, një politikan i stërgjatur dhe mbi të gjitha, një njeri që ka ndërtuar një sistem ku demokracia është iluzion, ekonomia një teatër fasadash dhe qytetari një mjet për propagandë. Shqipëria e kthyer në një varr, dhe kushdo që ndërton në të është njësoj sikur të mbjellësh lule në varreza. Politika e pushtetit absolut, institucionet në agoni. Që nga dita e parë e ardhjes në pushtet, Edi Rama ka punuar sistematikisht për të asgjësuar çdo lloj balancimi institucional. Me kapjen e gjykatës kushtetuese, shkatërimin e pavarësisë së medias dhe transformimin e kuvendit në një zgjatim të zyrës së tij, Rama e ka kthyer Shqipërinë në një regjim personalist. Në vend të dialogut politik, ai ka zgjedhur përçmimin. Në vend të transparencës, ai ka ngritur murin e arrogancës. Ekonomia, nga premtimet të oligarkët. Modeli ekonomik i ndjekur nga Rama është një recetë klasike për kolaps, favorizim ekstrem i një grushti oligarkësh, zhdukje e klasës së mesme dhe një varfëri e përhapur që ka detyruar mbi 1 milion shqiptar të emigrojnë gjatë qeverisjes së tij. Koncesionet dhe partneritetet publike-private janë kthyer në mënyrën më efikase për të shpërdoruar pasuritë publike në emër të zhvillimit, ndërsa Shqipëria zhytet gjithnjë më shumë në borxhe. Ndërkohë që propaganda fliste për investime, ndërtim rrugësh dhe rritje të mirëqenies, realiteti në teren tregon një popull që ikën çdo ditë, një treg që nuk frymon dhe një brez të ri që sheh vetëm 2 rrugë, emigrim ose nënshtrim. Shpopullimi, tragjedia kombëtare që Rama e quajti zgjedhje personale. Një nga plagët më të rënda që Shqipëria po përjeton është shpopullimi. Në Edi Ramën, largimi i shqiptarëve ka arritur për masa alarmante, fshatra që shuhen, qytete pa të rinj, spitale pa mjek dhe shkolla që mbyllen. Dhe në vend që të ndërtoj politika që e ndalin këtë hemoragji, Rama e ka relativizuar fenomenin me arrogancë, duke e quajtur zgjedhje personale. Por askush nuk largohet nga një vend ku ndjehet i sigurt, i respektuar dhe i përfaqësuar. Shqiptarët po ikin sepse nuk kanë më shpresë në këtë sistem. Një sistem që Edi Rama e ka modeluar për t'i shërbyer vetes dhe jo qytetarëve. Shteti që nuk ekziston, shqiptarët të vetëm përballë fatkeqësive. Nga tërmeti i vitit 2019 te pandemia dhe përmbytjet e përvitshme, shqiptarët janë përballur me kriza të mëdha. Dhe në çdo rast, ajo që ka munguar ka qenë një shtet funksional. Rama ka preferuar propagandën në vend të ndihmës reale, fotoop në vend të menaxhimit profesional, tendera emergjent në vend të transparencës. Përfundim, kur një njeri bëhet i rrezikshëm për kombin. Edi Rama nuk është më thjesht një kryeministër i korruptuar ose një autokrat arrogant. Ai është kthyer në një rrezik ekzistencial për vetë ekzistencën e Shqipërisë si shtet funksional, si shoqëri demokratike dhe si atë i shqiptarëve. Historia do të kujtojë Ramën jo për pikturat e tij, as për fjalimet boshe apo shakat me gazetar. Ajo do ta mbajë mend si njeriu që pati mundësinë të ndërtonte një vend, por zgjodhi ta shkatëronte. Nëse ka një gjë që shqiptarët duhet të mësojnë nga këto 12 vite, është se asnjë lider nuk është më i madh se populli. Dhe asnjë pushtet nuk është i përjetshëm kur ndërtohet mbi mashtrim dhe dhunim të vullnetit qytetar.